Afati përfundimtar për fermerët që duan të përfitojnë nga fondet në bujqësi është deri në mesnatë, duke qenë se aplikimit bëhen online përmes Albania. Përmes skemës kombëtare të mbështetjes në bujqësi 2025, qeveria ka vënë në dispozicion të fermerëve subvencione për 8 masa që do të financohen, ku përfshihet mbështetja për tufën bazë të matrikuluar, lopë, dele dhe dhi, mbarështrimin e blegtorisë, mbështetje për fara, fidanet dhe inputet të tjera, mbështetje për kultivimin e bimëve aromatike mjekësore, mbështetje për fermat organike, certifikimin global GAB, si dhe mbështetje me naftë për punimet e mekanizuara në bujqësi. Aplikimet e skemës kombëtare të mbështetjes në bujqësi janë hapur me 14 prill dhe sipas të dhënave të AZBR, deri më 29 maj, regjistrohen mbi 66.000 aplikime, ku interes më të lartë ka patur për mbështetjen me naftë, me mbi 50.000 aplikime nga ana fermerëve. Sa i takon shpërndarjes gjeografike, edhe këtë vit, numri më i lartë i aplikimeve është në qarqe ku bujqësia dhe blegtoria është më e zhvilluar, si Fieri, Korça, Berati dhe Elbasani. Fondet e vëna në dispozicion për fermerët nga ana tjetër kanë rritur ndjeshëm edhe formalizimin në bujqësi, pasi kushti kryesor për të përfituar është pasja e një njipti aktiv. Si rezultat, këtë vit janë mbi 5.200 fermerë, të cilët janë pajisur rishtazi me një nipt në tatime.